si ka ardhur me që e keni studiuar konkretisht deri në vitin 2001, si ka ardhur deri te ky konflikt edhe vitet më parë tani me formimin e shtetit të Maqedonisë, ku ka pasur konflikte dhe ngritje të studentëve, për shembull për Universitetin e Tetovës. Po. Si ka qenë gjuha, baza për të nxitur këtë konflikt nacional që kulmoi atëherë në vitin 2001. Pyetja jote më tepër ishte për termin ose për terminologjinë si është zhvilluar para konfliktit të 2001-shës. Aty, sidomos në vitet 90, Maqedonia ka pasur kulmin e nacionalizmit maqedonas. Në atë dekat, sepse Maqedonia është bërë e pavarur në 90-nishën, deri në 2001-shën, me të vërtet një dekat plot nacionalizëm të fort Maqedonas, ku ka gjallëruar një skandal i madh, vetëm për shembull ngritja e flamurit shqiptar në Gostivar tek komuna, ajo ka qenë një skandal kombëtar nëpër gazetat e Maqedonasve, dhe kur e shohim tani ndoshta në vitin 2026 ose kur e shohim të rinjt atë ngjarje historike, duket ndoshta pak e çuditshme ose absurde ndoshta, që ka pasur aq në konflikt i madh, por ajo ishte me të vërtet kulmi i nacionalizmit Maqedonas dhe u ndërpre pak a shumë në 2001-shën me marrëveshjen e Ohrit, dhe aty besoj mund të gjejmë edhe më tepër, mund të bëhen edhe më tepër kulumtime ose kërkime shkencore. Ka tek e tug disa artikuj që dalin në Maqedoni sidomos, fatkeqësisht jo shumë në Shqipëri ose në Kosovë,